Në kuadër të javës ndërkombëtare shkencore që po organizon Fakulteti i Biznesit në UAMD, startoi të mërkurën konferenca shkencore, transformimi i ekonomive, inovacioni, qëndrueshmëria dhe zhvillimi i qëndrueshëm në epokën e integrimit në BE, ku të pranishëm ishin përfaqësues nga universitetet partnere të UAMD-s, nga Franca, Gjermania, Italia, Portugalia, Rumania, Letonia dhe Shqipëria. Pjesëmarrja e lartë e përfaqësuesve nga universitetet evropiane në javën ndërkombëtare shkencore konsiderohet nga dekani i Fakultetit të Biznesit, Llambi Prenti, një hap mjaft i rëndësishëm për fakultetin që ai drejton, si dhe një faktor kyç për zhvillimin akademik dhe integrimin evropian të universitetit. Është e rëndësishme për të theksuar këtë herë është se përmasat e javës ndërkombëtare që ne organizojmë si fakultet në këtë vit janë tepër të mëdha. Çfarë do thotë kjo? Ne kemi rreth 7 partnerë universitete europiane të cilat marrin pjesë, rreth 30 studiues kërkimor shkencor dhe 30 student doktorature. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe kryesore për këtë vit janë aktivitetet e ngjeshura si dhe tematikat që prekin gjithë elementet e jetës tonë ekonomike dhe sociale. Ndërsa koordinatori i edicionit të 15 të konferencës shkencore ndërkombëtare Ela Golemi nënvizoi se kjo konferencë është një hap më tej për zhvillimin e debatit shkencor, jo vetëm në nivel kombëtar, por dhe atë rajonale më gjerë. Kjo konferencë është edicioni 15, është një traditë e këtij fakulteti, e cila mbledh akademik, studiues, por edhe student të doktoraturës për të shkëmbyer ide dhe për të bërë debate shkencore lidhur me temën kryesore të konferencës, e cila është transformimi i ekonomive, inovacioni, qëndrueshmëria dhe zhvillimi i qëndrueshëm në epokën e integrimit në Bashkimin Evropian. Pjesë e programit të javës ndërkombëtare shkencore do të jenë dhe konferenca studentore, ku studentët e Fakultetit të Biznesit do të prezantojnë projektet e tyre kërkimore, si dhe shumë workshope tematike.